Atëherë, Julian, sot do materializosh një takim që ke lënë me dikë që ke njohur në Facebook. Ha, më qenë, më. Me qenë se është era e parë që takoheni, të duhet dhe një mik, dhe besoj që mik më të mirë se ky që ke në ekran nuk ka. Po se zuri kjo ta zun. Unë Albano gjysma Tiranës. Po, për mbështetje, se unë e di që ti je si natyrë papritur, je natyrë shumë e turshme dhe je shumë naiv. Juli kështu. Juli, po. Turpërohu dhe bëu naiv, Juli. A të vdes. Po, komunikim me sa. Albano, okej. Le të fillojmë. Juli, ti di vetëm diçka, ajo e ka emrin Elis. Kam një gotë me emrin Elis. Elis? Elis. Mos është shumë se Elis. Jo Elis, jo. Elis. Eris. Ej, debil. Elis. Elis. Yeah. Pra që ka Elis shumë. Jo pra më, nuk është Elis, është Elis. E ku punon kjo? Kjo e ka atestatus aty. Worked at. Paradite pa punë, pasit e pushim. At. Elisa, më në fund do takosh dikë që nuk të nje për pozicionin që ke. Edhe ti ke marrë një shoqëruese me vete. Cubi, do takosh aktorin tënd preferuar. Ta bësh. Simpatik. Ta bësh lokalin. E po jo. E bën do të respektoj se je vetëm një plak. Mos më bëjnë ato tujet. Isha vjen me në shoqë që të më Ishte shumë Po ja, ky më duket, ky me të ftyrën kështu. Isha, gjeni ndryshimin. Ky këtej më duket. Ky është ai ftyra. Elis. Dëgjoj, ulemi këtu më mirë. Fol fort të Elis, Elis. Po bërtit një herë, Elis. Si jeni mirë? Elis. Ajo, shet. Si jeni, mirë? Mirë. Si e kalut? Si e? Elis? Hamo? Juli. Mirë, si kalon. Po, të kam parë në Facebook. Rosh lale. Si jeni? Mirë është, faleminderit, mirë është. Elis. Ose marr ulemi se. Elis. A di kush është ajo mor? Elis. Ça Elis? A di kush është mor? Kush është mor? A di kush është mor? Kush është mor burr? Falni, si jeni mirë? Mirë si e kaluat. Shëndet mirë keni qenë. Kam një çun halle, është pa punë shpejt, kam mbaruar shkon me la. Ne rregulloni diku aty në ministri. Tani lëri tani. Hajde më fal. Se duhet të rregulloj kjo më plak tash. Kjo është çudia. Kurse pa punë. Elis. Fal për orët e vona, por ashtu e kisha. Po çeton shumë, ri shumë në Facebook ti. Ku tu le mund tash? S'ka problem, mund të lësh edhe këtu. Elisa, ti vërtet nuk e njeh këtë? Kush këtë? Jo, nuk e njoh. Fare. Dgjoj, po televizor nuk shikon fare ti. Se çfarë është ky artist është ky? Po ky është aktor moj. Ky është aktor moj Elisa. Si e? Mirë, si kaluat? Mirë si e ti? Mirë. Zonja Elisa, mirë jeni. Kam maman pa punë. Edhe në qoftë se do mund të ma rregullonit aty te dikasteri juaj, do isha vërtet shumë mirë njohës. Kemi votuar për PS-n, kemi votuar. O Albano. O djali. Unë tani kam marrë. Di me kërket dalë o idiota, di kush është kjo mor? Fali se hajde pak. Na fali pak se kush është më burr se me çmendë mor burr. Plak. Është nona. Nona. E di çfarë është kjo mor? Është beqaresh, nuk është nona, s'ka fëmijë. Është kryeministri? Po. Vjen kjo direkt. Niko Peleshi. Jo Niko Peleshi, jo tëm në plazh. Po ti, kryeministri, ZV kryeministri. Po. Zoti Peleshi nuk jo. Zonja Elisa na fal. Kam vllajën e vogël. Sa kam mbaruar gjimnazin, po në qoftë se mund ta rregulloni diku aty. O djali, po nuk kemi ardhur për ty ne, kemi ardhur për takuar. Vetëm familjen tënde rregulloni. Fali zonja Elisa. Dgjoj, unë kam marrë tani. Ja, po vjen, po e bëjmë gati se ka turp nga që ju do shumë. Kush ai Facebookut? Më fal. A mund të flas me ju që t'jemi më afër? Po Elisa, tani s'është ai aktori. Jo, kur jemi afër flet me ti, jo me ju. Jo, me ti. Shiko, me ti është ju. Ti. Kurse jo. Ju. Me ju është ju. Juli. Ti është ti. Ka shumë të drejtë zonja Elisa. Po jo më pse nuk themi ti. Nuk themi ju. Tash, zoti Niko më vjen keq, unë ça. Po ça Niko sot do ta has syrin, nuk po vetëm u them, kryeministri, nën kryeministri. Po jo kryeministri më idiot, jo është drejtoresha e përgjithshme e doganave. Është aktor, është aktor.
Ç'është kjo? Na falni zonja Elisa, po është diçka që e di gjithë bota tash. Ku e peti këtë? Është drejtoresha për gjithë Ku e peti këtë? Te satame. Ku e pas e di gjithë Shqipëria? Çu bëjnë këta? Se janë pa punë thon, et drejtoria et dogana. Jo mor det nuk është kot, më është vërtet, më është vërtet. Fali sekond. Drejtori doganave unë e kam pa në televizor. Është Spiro Pali. Edhe është burr. Po jo mori Spiro Pali është mbiemri i kësaj, është Spiro Pali, bash. Po. Është Elisa Spiro Pali. Jo, Spiro Pali. Është verior i lindur Koç. Po jo mor det di. Dëgjoj tash. Po mirë. Ministri i Transportit kush është? Haxhi Nastua? Jo, është Edmond Haxhi Nastua. Jo, Haxhi Nastua. Edmond Haxhi. Ti zgjidh nga politika. Edmond Haxhi. E di kush është kryeministër? E di. Rama. Jo po Edi Lal Rama. Edi Rama, jo Edi Rama. Më pyet e di, u thash e di. Rama. Po jo pra nuk e ka Edi, e ka Edi Rama. Po pse u mblodhën gjithë debilat në vend? Po edhe herë. Po jo, më pyet edhe një herë. Kush është kryeministër? E di kush është kryeministër? E di. Rama. Po jo, nuk e ka Edi. E ka Edi se më... Më fal, a kemi Sonja Elisa dëgjoj. Kam shumin e tezës në durë, në ndritjen e ormas, është pa punë. Çuna e shteti. Është njeri mirë, shkop nuk ka, po kupton kështu si mend. Këtë që kisha problem se unë një kafe, një çaj, se unë vajz. Kjo shoqja ime. Edhe ne vajza, keni shumë të drejtë. Keni shumë të drejtë Elis. Po ky na ngatron ky Elis. Po ky ngatron se nuk i di se. Po me çfarë merresh në jetë? Unë kështu punë administrative. Në administrat. Thash. E mon në administrat. Në administrat kështu një punë administrat. Shiko, se unë me të vërtet po kërkoj një nuse, po më ka thënë mamaja, mos më fut nuse në shtëpi, po si pati minimalisht 200.000 lekë rrogë. Edhe ti, po s'pranohet ti pa 200.000 lekë. O, pse? Si përmbytet Shkodra e shpëton ti, duhet që vdeki pare. Unë e kam rrogën 235.000 lekë. 235? Plot. A lek pas ka kjo, me? Jenë mo, qa 235, me, disa nxjerrin të ato garave, mo. 270.000 lekë në muaj, mo. E shumë lekë, mo. Se mos... Sonja Elisa, më falë, se pa të bezdisur, po kam një çun halë, si që thash, edhe një copë zënë drejtor. Do na lishme këto punësime tani se ke... Po pra, kemi ardhur për tjetër gjë sot. Ta dish ama që në qoftë se martohesh me Julin, unë jam shoku i ngushtë i Julit dhe do përfitoj dhe unë se s'ka kuptim. Një sekund. Dëgjoj, po më rregulloj ndritjen e unafut se merr për grua. O Albano, po pse nuk e mbyllat gojën? E mbylla. Mbyllë halenë. Po na lër sqarohemi vetëm. Elis, unë jam dakord që ta pim një kafe bashkë. Tali, ta u kap kjo këtu. Prit, le ti lem shokët dhe shoqet bashkë. Po prit pra tani se u sqaruan për rrogën. Po. Që rrogën 240 e kam. 235 e kishe. Po 240 me taksat e reja. Aq. Po ti nuk taksohesh në këtë rrogë. Dhe dashuria triumfoi, Juli largohet me Elisën të lumtur dhe të dashuruar. Me duar trokitje i përcjellin një çift të ri, të kesh gruan drejtores doganas nuk është pak. Më mbylli komunikimin. Ti je i pushuar nga puna. Më fal. Mirë, s'ka problem, po a keni muhabet me Edi Ramën? A keni muhabet me Edi Ramën? Pse? Po e të na fali 100.000 euro, se gjuna. Zoja dhe zotrini ishte... Vjeri një këshirë shumë Si do me ligja po me VKM? Me VKM. Me VKM pa VKM, hiç do marrës Albano një duar trokitje për drejtoreshën e parë femër të doganave në Shqipëri, që ka bërë një performancë të shkëlqyer deri tani. Elisa Spiropani, faleminderit Elisa që dole nga kostumi zyrtare dhe edhe në 2X Club. Elisa, faleminderit që edhe s'po tallesha për atë shurin e hallës. Mirë, e përcjellim Elisën. Shënim emrin.